qendër europiane nga pikpamja e standarde. Dhe për këtë arsye e kemi fokusuar punën edhe tek konvikti i kësaj shkolle dhe tek konvikte e shkollave tjera, se duam që këtë konvikt ta bëjmë një hotel me kushte optimale për fëmijët, në mënyrë që kur të hyjnë atje ta ndjejnë dhe ta kuptojnë që janë të mirëpritur dhe janë këtu për të përgatitur si ushtar të progresit në shërbim të atdheut. Po, natyrisht, kur vinë në një qenef, atëherë që aty fillon bie motivimi, bie dëshira, etj. etj. Nga ana tjetër, duam që familjeve që janë në fshat, nuk janë shumë të familjet që janë në fshat që kanë fëmijë që duan të rrinë në fshat, ju e dini më mirë se unë, por ama t'u japim mundësi që fëmijët e tyre t'i edukojnë me një zanat kaq të rëndësishëm që do jetë gjithmonë më i rëndësishëm. Ishte i periudhë kohe që ra fare, ra komplet interesi dhe dëshira për agronomi, për gjithë këto profesione që lidhen me fshatin. Tani që e shef jo Shqipëria, po e shef dhe Europa, e shef dhe gjithë bota, që në rendin e ditës është garancia ushqimore, nuk jo siguria ushqimore, garancia për të arritur për të prodhuar ushqimin e nevojshëm, sepse gjërat nuk po shkojnë mirë në shumë anë të botës, atëherë edhe interesi për fshatin, për ushqimin, për tokën, për bujqësinë, për agronominë etj. Po rritet. Kështu që baza është arsimi profesional. Dhe kjo shkollë ne duhet të bëhet një nga qendrat europiane të arsimimit profesional të brezit tjetër për fshatin dhe për zhvillimin bujqësor dhe rural. Ju falenderoj shumë për durimin. Faleminderit kujt ndërhyri që uli çik ndryshimin e diellit, se ishte, i thashë edhe këtyre, po këtu e gjethet që t'i lini njerëzit, unë e përballoj se më shkalit koka e madhe, po thash pse çfarë taksirati kanë të rrinë dëgjojnë mua sikur s'm kanë një gjuhë ndonjëherë. Unë kujdes kur të hapnin frigoriferin këto ditë se mund t'ju dalin frigorifer, se në televizor nuk diskutohet, kujdes aty. Kur mund t'i dalin frigorifer, edhe kështu me këtë kokën e rrumullakët mund t'ju duken si pjepër edhe mos më fusin në hitë preme. Ju falenderoj shumë edhe ju uroj çdo të mirë.